Përshëndetje të shikues të nderuar, vazhdojmë emisionin javor të sportit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Kësaj radhe të ftuar kemi një punëtor i cili punon për sportin dhe në sport. Pra bëhet fjalë për fizioterapeutin ose magjistrin e fizioterapisë Fadil Rustemin, i cili është i angazhuar në klubin e futbollit Shkëndija. Bisedën me magjistrin e fizioterapisë Fadil Rustemin e zhvillojmë në studion e TV Kohës. Fadil, mirë se erdhët në studio të televizionit Koha. Mirë se u gjeta dhe përshëndetje për të gjithë telespektatorët e televizionit Koha. Fadil, fillimisht me pika të shkurta na përshkruaj kush është fizioterapeuti Fadil Rustemi. Mehira është një qytetar i rëndomt i Tetovës, i cili ushtron disa detira, do të thonë aspektin pedagogjik jam inkuadruar te shkolla e mesme medicinale, si profesor, ligjëroj edhe në Universitetin e Shtulit, te departamenti i mjekësisë, si asistenti i ushtrimeve dhe ligjërues i teorisë, njëkohësisht jam edhe i angazhuar në klubin futbollistik KF Shkëndija. Falni. Dhe jetoni në Tetovë. Në Tetovë. Atëherë, Fadil, ju jeni fizioterapeut. Do të thonë profesional, gjatë gjithë karrierës keni punuar me sportin dhe sportistët. Na thoni cila ishte lidhshmëria e profesionit tuaj dhe sportit. Mirë. Nëse merret parasysh fizioterapia si drejtim, do të thonë është një drejtim i cili merret me sistemin osteomuskular, do të thonë për aktivitetet fizike të trupit, atëherë profesioni i fizioterapisë ka një lidhshmëri të madhe në sport, edhe pikërisht ne mund t'i themi se në prapavi është një drejtim sportiv. Do të thonë, nëse fillojmë tash t'ju tregojmë se në çfarë aspektesh, do me thonë, merret fizioterapia, por ne jemi një pikë mbështetje mjaft e madhe e sportit, edhe në çdo sport, në çdo klub elitar, nuk është i angazhuar vetëm një fizioterapeut, por ka disa. Do me thonë, merret ajo numri i përgjithshëm se nevoja e sportistëve për fizioterapin ka shumë. A do të thotë kjo se çdo klub sportiv e ka obligim që në radhët e veta krahas punëtorëve tjerë, të cilët janë të angazhuar, të ketë edhe një grup të fizioterapeutëve. Po, sigurisht. Ekipi medicinal ose ekipi mjekësor që përbën një klub, përbëhet për shumë lëmive, do me thonë nuk do të thotë se du të kese mjek edhe fizioterapeut, ka klube që mbajnë edhe psikolog, por fizioterapeutët janë, nëse merret parasysh numri, atëherë duhet të jetë një numër më i madh. A domosdoshmëria nuk duhet as pak edhe të bisedohet. Do thonë çdo klub është i obliguar me statut të kese fizioterapeutin e klubit. Po, Fadil, në shumë klube të mëdha, qoftë futbollit ose sporteve tjera, krahas këtyre stafit mjekësor, aty ka edhe psikolog, por dikund edhe sociolog. Ashtë këtu në klubet tona asnjëherë nuk e kemi vërejtur një gjë të tillë. Po të Shkëndija kemi pas ne periodik angazhuam, të them të drejtën, ishe edhe iniciativa ime që unë për shkak se punoj në shkollën e mesme medicinale, një periudhë kohore angazhuam në Orakasën si psikologe, pat efekt, por u tërhoqën, tash nuk mund të themi se ajo vetë ose klubi, por ne do të kërkojmë prapë të kese një psikolog në klub, se luan rolin e vetë. Sikur se fizioterapeuti që luan rolin e vetë, edhe mjeku edhe psikologe ka atë barën e vetë. Sidomos në këta ndeshjet ndërkombëtare, ku tani Shkëndija ka strese të shumta të futbollistëve. Po, nuk mund ta marrim se dikush mund thotë prej futbollistëve sa ne nuk jemi të çmendur ose diçka tjetër, por mbështetja psikologjike në rastet me sportistët është shumë e nevojshme. Sikur se mbështetja jonë si fizioterapeut. Atëherë, si ndodhi që ju të kiqeni në klubet e futbollit, cilët janë hapat e para dhe në cilin klub keni filluar si fizioterapeut? Po, falënderoj Shaban. Bëhet fjalë për periudhën bazë vitit 2000. Unë fillimisht 2 vjet ishim i angazhuar te klubi i voleybollit. Shkëndija që ishte në formën maksimale. Top formën, ti themi, ne morëm pjesë edhe në garat evropiane atëherë. Ishim në Brest, në Bielorusi, pa marrë parasysh 2 vjet, pastaj kontakti i parë ishte me Skender Januzin, i cili është tash trener, atëherë ishte futbollist, edhe unë u angazhova te klubi i Shkëndijës.
me iniciativën e Skenderit. Paraprakisht ka pat fizioterapeuta, por nuansat e fillimit tim si fizioterapeut kanë qenë pak më të plota, se une rregullisht kam marrë pjesë në për stërvitje, se deri atëherë ka pat vetëm në për ndeshje. A une fillova me orar të plotë, me thonë, çdo stërvitje ishum i angazhuar. Unë atëherë ishum pak në të moshën ma Si u pritet fillimisht shumë në mirë. klube, po? Shkëndia pat një organizim të mirë, atëherë është interesant se ne fillum kur qata ishe futbolist ende i Shkëndis, pastaj u bë drejtor sportiv, unë kam rrit edhe Artim Shaqirin si futbolist, pastaj drejtor sportiv, mos flasim për periudhat e vonshme kur u Po, normal, trenera. do të flasim edhe për ato. Ju, si person, gjatë karrierës tuaj, jeni marrë me ndonjë sport në gjithë karrierën tuaj, pasi jeni gjithmonë në shërbim të sportistëve? Kjo është pak diferenciale, ti themi se unë me sport nuk jam aktiv, por gjithmonë e kam dash sportin, edhe tu tregoj drejtën, jam shumë madhërues i veshjeve sportive, por me sport nuk kam marrë pjesë. Bëj pjesë në sport, por nuk. Por gjithmonë merresh me Me sportin. sportistët, Po me sportistën edhe me sportin. Ju thatë se keni filluar nga viti 2000, pas vitit 2001, domethënë me klubin e voleybollit Shkëndia. A keni pasur raste të ndëgjoni se para juve klubet sportive kanë pas të angazhuar fizioterapeut në për klube, pasi ka qenë nevoje pa qetërsueshme? Sigurisht, do të flas për klubin e Shkëndijës futbollit. Do me thonë, unë jam pasus i disa kolegëve të mi që kanë qenë, ka pat të angazhuam, por vetëm loja që thash, kanë qenë të angazhuam, ne e bam që fizioterapeuti të jesi domosdoshëm edhe në stërvitje, para me ka qenë edhe shoku im Avdorajm Thaçi, i cili kanë ditë një periudhë shkurt, ka qenë Mamuti, por nuk ka qenë profesionist. Mamut Sinani. Mamut Sinani, po, e ka ba detyrën, më thonë kryesore, ne mund themi se paraprakisht ndoshta të shaj kujtim vela, ka qenë ekonom edhe ka disa herë është pak si qesharake, ka kryt ushtërimin e fizioterapeutit kur kanë shku në për loja, por me profesionalizëm, po, edhe pastaj ne fillutëm me atë punën profesionale, ta zbatojmë te klubi Shkëndis. Po thatë që keni filluar në klubin e voleybollit Shkëndia, fillimisht, nga viti 2001 deri 2002-2004, ndërsa nga viti 2005 keni filluar te klubi i futbollit Shkëndia. Kush ju solli te ky klub? Te ky klub u thash edhe paraprakisht se une fillesat e para i mora prej trenerit Skender Januzi, atëherë ishte futbollist, ne jemi pak shok ashtune. Atëherë ishte Burhan Beadini trener, i parë, Shkëndia ishte në elitën e Ligës ditë, edhe filluam, do me thanë, me ashtune në stërvitje në Bullgari, po, i shkapëm ato stërvitjet mirë, edhe une i shumë i angazhuar rregullisht, do thanë, si fizioterapeuti i klubit. Po ju, si pas njohurive të mia, ju keni punuar këtë profesion, pra si fizioterapist edhe në disa klube tjera. Na përshkruani në cilet klube dhe si ndodhi që të shkoni ndonjëherë në Shkup, te klubi i vajzave, Shqiponjat e Asamet në dritën e Bugovinës dhe dikun tjetër. Shofën, kjo ka qenë një periudhe shkurte disa angazhimeve të mia, ose ne si themi në arsim part-time. Unë rregullisht kam qenë pjesëmarrës te klubi i futbollit Shkëndia, por në disa raste unë kam pat marrëdhënie të mira me pronarin e klubit futbollistik Drita, Abi. Edhe ai njëherë mori, kishe ekipin Mavrove që në pregaditje, 2 ditë, ne kishim pauzë me Shkëndin Pashava, shkutëm, na çoj me vetur, dita unë 2 ditë sa ndeta atje, do më thonë për rikuperimin e lojtarve dhe u ktheva. Dhe ka pat raste në përndeshje, kum qenë, do më thonë, i angazhuar bashkë me mjekun, të ishtë të ndjerin doktor Sulën, i mjekësi sportive, bashkë kemi qenë. Do më thonë, në disa ndeshje në ka thirën, në bëja kemi marrë pjesë. Po si ka qenë bashkëpunimi me mjekët? Sidomos me doktor Sulejman, i cili ka qenë një ndër mjekët e parë të mjekësisë sportive. Po, do më thonë, nëse bëhet fjalë për një profesionist i mjekësisë, atëherë për doktor Sulejmanin nuk mund të flasim, duhet t'ja të kushtojmë një emision të tërë. Ai unë kam pat edhe profesor që më ka ligjeru në shkollë mesme,
pastaj u bëm edhe kolegë bashk, thonë ai natë formën e vet si mjek, unë si fizioterapeut. Doktor Sula ka qenë mjaft person i cili ka ndihmuar në sportin, domethënë me vulat e tij kanë funksionuar edhe shumë klube në Tetov, edhe unë kum qenë bashk si tandem kemi punuar. Përmendës në disa klube ku keni qenë i angazhuar. Po si keni gjetë forcë që të arrini gjithë këto? Si keni mund të mbrini gjithë këto angazhime të mëdha në disa klube? Se harruat të përmendni edhe klubin e futbollit Asamblea Shqiponjë, po. Kjo ka qenë periudha kur një domethënë kohë ne na thirrën në U15-ën. Ishte trener Ali Modaj, dhe Ramadani ishte trener i portierëve dhe ne si komplet shkum si ekip. Si ndodhi ajo bashkëpunimi me këto futbollistët e Hasanbegut ose Shqiponjat. Ne shkum përgatitje në Doran, ishte një 15 ditë, edhe atje bashkarisht me ne ishin edhe ato Shqiponjat e Hasanbegut. Ato nuk ishin as pak, domethënë ekip mjekësor, edhe më lutën mu që kontribuoj. Tash unë edhe me U15-ën këto janë 3, nuk pat nevojë shumë kemi punë me këto grup moshat, dhe unë më shumë ishëm e angazhuar me Shqiponjat e Hasanbegut se sa me këto grup moshat e U15. Në kohë Shqiponjat e Hasanbegut ishin klub me të vërtet elitar, disa herë kampioni i Maqedonisë së Veriut. Atëherë ne u taku me Rahmanin, ishin disa persona që udhëhiqin klubin, kemi kaluar shumë mirë dhe kum pat angazhime me këto futbollistë. Fatil, na thuaj ndonjë rast të veçantë gjatë karrierës tuaj me ndonjë sportist të njohur, të cilit ndoshta edhe ja keni shpëtuar karrierën. Po ka raste, tash këtë do ta lidhje unë me lëndimet ose momentet. Po tash më i rivi është rasti me Arbin Zënëllajn, që ishin krejt pasqyra e panë se çka ndodhi në terren, i cili na u lëndua shumë seriozisht, por ne jemi një ekip shumë i fortë. Unë kam ekipi mjekësor, kam mjaft lëvdata edhe për doktorin e klubit, Tritan Belgjetin. Ne tash jemi të punu atje bashkarisht, edhe intervenimi jonë i shpejt, ku lojtari na mbet edhe pa frimarrje. Nuk la pasoja, do të thënë. Mbet edhe pa frimarrje një bama tonën që nuk u vërejt edhe nga publiku se çka ndodhi, do të thonë ishe një zhdërvjellësi e jona, që arritëm ta rikthejmë lojtarin, ta reanimojmë edhe u kthi. Rast tjetër kum pat një lojë me Teteksin, Burhani na u lëndu atëherë, kokë në kokë, me portierin edhe një lojtar, 3 veta. Ka qenë një rast vërtet shumë i dhimbshëm. U intervenoi ambulanca brenda në terren, edhe një rast që e mbaj mend ma shumë që më ka dhënë siklet është Armend Elezi, ish portieri tash treneri i Shkëndijës, ne luajshna në gjysmë finale për Kupën e Maqedonisë, atëherë që edhe na ka lënë pak një mbreja se e humbëm atëherë në finalen për Kupën me Shkëndijën me Gjoqe Petrovin. Ne në gjysmë finalen në Shtip ishim, edhe një jo lëvizje si duhet Armendit, do me thonë mbrojtje topit, shkaktoi një luksacion të naltë të shpatullës, a unë ishëm vetë. Nuk e kishëm atëherë punojshna me doktor Abilin, edhe në moment tash kishëm presion ta rikthej ato, se me repozicionin është pak rënd, dikush edhe me intervenim, operacion mund ta bëj këtë, unë e ktheva, por pata presion pak prej kapitenit. Tash unë ata kthej krahun vend, ata dëgjoj vullnetin këtu mbërtitje, vepro. Më thonë, të tregoj drejt atëherë u djersita prej rastit, por e ktheva, pastaj ne festuam se e fituam atë lojë, Tim Pollozhani dha një gol. Dhe këto fillon të pinë, lojtarët Armendi merr mund të kokë, kam kapi për qafe, ma shpëtove krahun. Por nuk është diçka serioze, ka dhe to janë momente të cilat Armendit mund të t'i kushtojë ajo karrierë. Raste tjera keni pasur? Ka plot, tash nuk më kujtohen, kryesore, ka, edhe sporti ka edhe rreziqet, edhe kënaqësitë e veta. Ju në ato klube ku keni punuar, keni pasur raste të bashkëpunoni me shumë mjek. Po na thoni me cilët janë ata mjek me të cilët keni punuar, me të vërtet dhe keni pas një bashkëpunim të sinqert. Të shkëlqyeshëm, po. Do me thonë, nëse merret karriera ime në Shkëndij si fizioterapeut i klubit, tash unë si vjet mbushi 20 vjet. Do thonë askush s'ka kalu këtë periudhë kohore. 20 vjet karrierë pune. 20 vjet karrierë pune në klubin e Shkëndijës. E tash, bashkëpunimi im, do me thonë, ne kemi ndet në klub,
për mjekët, kom baskoj kam pat edhe ndryshime, do më thënë janë ndryshu. Tash unë kom fillu me Abil Begjetin, doktor Abil Begjetin, kom punu me doktor Sulemanin, kom punu me Naser Qafjanin, kom punu me këti Lazin e Reqicës, kirurgun, Ilyas Miftarin, kom punu me doktor Ibrahimin e Galaksis, e tash të them për kretve një ambient i këndshëm për moment që flas, të Shkëndija jemi ekipi mjekësor që përbëhet prej 3 fiziove, do të thonë unë jam edhe di nxënësit e mi, Erxhani dhe Bekimi, edhe mjeku Dritan Begjeti, është një atmosferë shumë më e këndshme. Bashkëpunimi është në nivelin më të lartë. Edhe ashtu duhet. Punohet me profesionalizëm, ne kemi shumë lojtarë të cilët kanë lanë Shkëndijën, janë largu prej Shkëndijës, kur kthehen edhe, jo se unë e them lirisht mund pjeten lojtarët tojnë, këtë që ju e bani se ban asë një vend, asë Shqipëria, asë Kosovës e në vendet tjera, punën që e bëjmë ne. Po si është bashkëpunimi i juaj, i stafit mjekësor, me stafin teknik, pra me trenerët e klubit? A keni konsultime, a keni... Sigurisht, këtu më tepër kjo pjesë i takon mjekut. Zakonisht, me thonë ajo faza e parë, mbas lëndimeve, në takon neve si staf mjekësor. Pastaj ne e rikopërojmë lojtarin, do me thonë deri në atë shkallë ku mendojmë se ka arrit, do me thonë atë maksimumin për dalë teren. Përgjendje fizike, pastaj e merë treneri kondicioner edhe ja fillon shembull me ato ushtrimet e veta, trenerit ja jep pastaj për lojë, ashtu t'i themi në atë fjalën, pak më thjesht. Do me thonë me rëndësi është që edhe treneri, do me thonë konsultohet edhe me ju. Shumë është kjo e rëndësishme, kjo pjesë, për shkak se gjithmonë treneri pa lejen e stafit mjekësor, do me thonë, nuk mund të angazhojë një lojtar ose një sportist, por t'u them drejtën pak gjithmonë këtë e kumë vërejt, une ka një presion nga ana e trenerve, sa ative nëse është një lojtar shumë i rëndësishëm, atër në ban presion ma shpejt të nxjerrim, por lëndimi e ka atë natyrën e vetë dhe kohën, nuk mund para kohën e të nxjerrim. Fadil, ju mburini me atë se në ekipin e Shkëndijës jeni pilot 20 vite së bashku. Sigurisht. Do me thonë, gjatë 20 viteve, klubi i futbollit Shkëndija ka shënuar edhe sukseset historike. Do me thonë, edhe me të drejt, unë gjithmonë e ceki se Shkëndija është simbol i futbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Do me thonë, ju keni qenë i pranishëm kur Shkëndija ka fituar 5 titujt të kampionit, ka fituar Superkupën e Maqedonisë, është klubi vetëm që ka fituar Superkupën, ka fituar Kupa të Maqedonisë dhe ka mbi 63 ndeshje në garat ndërkombëtare. Si ndiheni ju si pjesë e këtyre sukseseve të simbolit të futbollit shqiptar në Maqedoni, pra klubit të futbollit Shkëndija? Unë fillimisht këtë do ta potencoj se Shkëndija është një herë ambasadori i këtij shtetit, të cilët ai dinë ose dinë pala tjetër, po Shkëndija ka ndikuar shumë në aspektin ndërkombëtar që të njihet Maqedonia një herë si shtet. Pse e them këtë? Do thonë ato garat historike që ne kemi luesh me Milanin ose me Gentin ose me Rosenborg, Tottenham, shumë gjana tjera, atëra njoft se ki kluba është i Maqedonisë edhe Shkëndija e ka përfaqësuar. Kanë mendu këto klube tjera të bëjnë diçka, por atë që ka arrit Shkëndija asnjëherë. Kjo e para. E dita, kemi disa etapa ku Shkëndija pasoi rënje dhe ngritje, por tash me sponsorin e ri, do thonë që na erdhi neve ekologu, Shkëndija i arriti krejt këto gjërat shumë mëdha që ne mburemi me këtë periudhën kohore. Deri më tani ka plot 64 ndeshje ndërkombëtare. Po. Edhe përpara, do të thonë ju vetë thatë se kemi 5 herë shampion që bën, paraprakisht, por më tepër t'ia lam kësaj periudhës me ekologun Shkëndija. Ato lojrat ndërkombëtare e kanë cilësinë e vet. Ne kemi udhëtuar shumë, kemi pa shumë gjëra, kemi takuar shumë personalitete, edhe për mua si Fadil, për shembull, mund të shkruaj edhe një libër ose një enciklopedi të tërë për ngjarjet e Shkëndijës. Për mua kjo len shumë breza thella edhe, të them sinqerisht, nëse vërej unë prej punës time, se unë tash u tregova. Cili është kontributi juaj për këto suksese të Shkëndijës? Po ne mbajmë atë forcën psikofizike të lojtarëve tem. Do thonë atë
fuqin, ne ju japim kurazh lojtarëve, gjithmonë vinë lojtari i lëndum, ai ndoshta mund të jetë tepër i lëndum, ne themi s'ke asgjë ti të bash mirë, bëjmë ato punët tona, për shembull masazha janë shumë e rëndësishme tek këto, bandazhimi, përgatitja para nxemje, para stërvitjes, mbas stërvitjes, gjatë lojës. Këtë du ta kuptojmë ne se ne si fizioterapeut ose fizioterapia është pjesë përbërëse e ekipit. Ku është? Ekipi është në lojë, në fushë, ne jemi në fushë. Ekipi del prej fushës, ne jemi jashtë. Ekipi del shëtitje, team building bat, ne jemi mbrapa lojtarëve. Do thonë, ne jemi pjesa përbërëse e ekipit. Unë do ta potencoj diçka për shembull, se në fizioterapeuti nuk është vetëm në sportet këto të mëdha, por edhe te ato sportet individuale. Ka një rast, për shembull, ku më lexo unë shumë herë ai që vozit Formula 1. Pyetet kur atëherë kur ka qenë mirë, pyetet cilat janë personat më të dashur, ai thot nana edhe fizioterapeuti personal. Do thonë, tregon diçka se a ka pas në një rast, për shembull, pas përfundimit të ndeshje, kur futbollistët me fitore i gëzohen suksesit, por edhe kundërta kur humbin, a keni pas rast të intervenoni edhe në ato momente? Shofa, ne si ekip mjekësor, tham ne përkrajmë atë aspektin psikofizik të lojtarëve, por ne ndikojmë shumë edhe në aspektin psiqik. Pse e them këtë? Te vërejkut të ne të Shkëndija, për shembull, janë edhe lojtarët dëshmitarë. Gjithmonë, me thonë, atë mbështetjen e kanë të ne më tepër. Edhe një ditë kishte një rast një lojtar, nuk do të potencoj kush, thot dhoma më e dashur është dhoma e mjekut, këtu në ambulanta. Gjithmonë, do me thonë, shef, ne duhet ta kemi parasysh se ka humbës edhe fitues, ka momente që janë njerëzit nervoz, po ka njerëzit që janë edhe të gëzuar. Ne gjithmonë dhe mbajmë atë balansin. Edhe asnjëherë nuk ka ndodhur, për shembull, ndërhim te këto gjëra, te loja ose te diçka tjetër, por lojtarët normalisht kur kanë ato momente. Lojtarët a kanë kërkuar ndihmën tuaj ndonjëherë, sidomos edhe në rastin e fundit kur pranuan gol në sekondin e fundit? Po. Bën, mendon në aspektin fizik apo psiqik? Në aspektin fizik. Zakonisht mbas lojës, kur ka ngarkesa, ne jemi të angazhuar. Do të thonë, zakonisht ka nevojë për shembull alkool ose diçka tjetër, suplementacione tash i mbajnë trenerat, po edhe ne jemi aty të angazhuar, plot ka punë. Po. Mbi 20 vjetë punë në disa klube. Atëherë, na thuaj, si ka qenë respekti ndaj juve i kryesive të klubeve, stafit teknik, punëtorëve tjerë, stafi mjekësor, futbollistëve, por në një rast edhe i tifozëve. Tifozët neve na përkrajnë, gjithmonë edhe jemi shumë, do të thonë, zemërgjër ndaj tyre, nuk kemi pat asnjë probleme me tifozët. Sa i përket do shkojmë me radhë. Trenerat gjithmonë na japin mbështetje, ka momente ku shprehet ndonjë nervozizëm, sidomos gjatë lojës prej trenerit kryesor është nervoz, ne e kuptojmë krejt, gjithmonë rrim indiferent, e mbajmë atë bazën. Unë të them drejt sinqerisht vetë personalisht jam i kënaqur, përveç Akrapovicit që ishte shumë i ashpër, na sulmonte shumë, tjerët janë shumë nivel, edhe unë i falenderoj, sidomos për veten time personal, se do që unë të kem për shembull orë, shkollë, astërvitje, po i kam këto ditë tjera që më ndihmojnë, edhe asnjëherë s'kum pat problem. Po respekti nga ana e kryesive të klubeve ku keni punuar. Kryesia e klubit, ne zakonisht, do me thonë, kur vinë gjithmonë një krye trajner ose ndrohet kryesia, bëjmë takimet tona të zakonshme ku çdo staf thirret veç, edhe neve, do me thonë, këto kryesit e klubeve na kanë thirrë, kemi pat përkraje maksimale, gjithmonë ne, çka është për shembull kërkesa e jon, mohim të aspekti financiar, por për shembull nevoja për aparaturë, nevoja për mjete, për medikamente, për kushte për punë, po nuk na kanë refuzuar asnjëherë. Domethënë, edhe në atë pjesë jemi të kënaqur. Sa i përket aspektit të këtyre stafit teknik, ne edhe ekonomët jemi ato që jemi më tepër të angazhuar. Domethënë, sikurse ne që punojmë me lojtarët, edhe ato
janë me ne bashkarisht. Do të kthehem te lojtarët, që janë shumë më rëndësi. Ka një psikologji interesante se unë punoj edhe në shkollë, punoj edhe me student, edhe me nxanës, punoj edhe me sportist ose me lojtar. Kur punon me nxanës, bëhet fjalë për një natyrë tjetër. Ato janë pak ma tri, por frigohen se u hapish vërejtje. Te studentët duhet t'jesh pak ma elitar, se nuk mund të flasish çka dush, ato kërkojnë pak ma seriozitet. Edhe vish të sportit, të lojtarët të cilët, është interesant, sportisti për shembull kur luan futboll e ban atë angazhimin e vet serios, por në jetën private gjithmonë kanë qef pak përdorish atraksione. Të tregohen se janë dikush jetë. Janë dikush. Trit i mbisundojmë ne me, nuk ka diçka nën vlerësime nga ana jonë, por ndodha ndonjë konflikt me lojtarët pak më të vjetër, sa i përket anës tonë eva falem gjithmonë, i kuptojmë se tash ti je sportist, kesh një famë, edhe ai lojtari e ndjen pak vetin më superior, jo se neve na nënçmon, por ti jep pak ndonjëherë kritika se këtë duhet, ç'a duhet, asnjëherë ne nuk vaprishim. Do të thonë jemi bashkëpunim shumë të madh. Edhe njerë do ta potencoj, ekipi jonë, stafi mjekësor, i cili punon me sportistët, ne kemi shumë një afërsi me lojtarët, se na bie puna gjithmonë. Edhe të them drejtën, jetën private ne shoqërohemi shumë me lojtarët. Mos potencoj tash, sidomos disa gjenerata të fundit, ku shkojmë në përgatitje, ne gjithmonë edhe mbrëmje, gjithmonë jemi bashkë. Do të thonë, jo të rinë lojtarët vesh në vesh, po vinë të ambulantë aty në zërë, i presim, ka dhe një ankes, diçka dhe rrim. Jemi shumë përbashkët. Riparimin e stadiumit, gjithsesi se pritet të ketë edhe hapësira të reja në stadium që ka të bëjë me stafin mjekësor. Po. A shpresoni se kushtet do të jenë shumë më të mira se aktualisht? Stadiumi Tetovës deri tash unë mund ta them kot jo se e tham unë, po mund ta thuj krejt, nuk i ka plotësuar disa nevoja e lojtarëve të punës tonë. Për shembull ne rrim bashkë aty te dhoma e zhveshjes me lojtarët, ku stafi mjekësor do të ketë një dhomë të veçantë me krevate, ku lojtari vishet edhe vin aty. E përgatitim edhe e kthejmë vend. Mungon dhoma e dopingut, që është e patjetërsueshme. Sidomos në ndeshjet ndërkombëtare. Edhe tash inshallah me prishjen e, se tash atë formën popullore, me prishjen e stadiumit vjetër dhe të ri do të na mundsojnë hapësira edhe kushte më të mira për punë, se deri tash nuk i plotson. Që ato i kërkojnë edhe UEFA-ja edhe FIFA. Se ta bëjmë një ndeshje në Shkup, kur ta kemi në Tetovë dhe shumë më tepër publik do të kemi këtu. Edhe në Shkup nuk janë bile edhe atjes janë kushtet. Deri diku ama e mbulojnë. Fatil, ju keni raste edhe me sportist të rinj. Cilit janë ato këshilla që ju përçoni atyre normalisht në profesionin tuaj, sidomos me sjelljen e tyre sa i përket bartjes së çantave, se keni cek ndonjëherë edhe bile për nxënësit, por tani do flasim për sportistët dhe sjelljes së tyre në orarin kur kanë stërvitje. Po. Kjo është një punë që ne gjithmonë va potencojmë lojtarëve ose sportistëve, të them drejtën, shabon disa herë unë kum desh të bëj ndonjë temë, t'ja propozoj trenerit, bëj një prezantim disa gjërave sa i përket sportit dhe shëndetit, kum ditë më indiferent, inshallah në talmen do të bëjmë diçka të tillë. Sportistët e ri duhet ta kuptojnë se me gjitha shëndeti edhe sporti janë të lidhura shumë, edhe jeta sportive. Kur i them jeta sportive, atëherë ai lojtar do të bëjë një jetë të shëndetshme. Pse e them këtë? Thonë, një lojtar cilësor do të kapet disa pika cilësore, do të thonë një regjimin e fletjes, jo të rije natën, si tash me i të ri që rinë, s'flen deri në mëngjes, pastaj vin nesër stërvitja. Ai nuk është i angazhuar as psikikisht, as fizikisht nuk është. As psikikisht. E dyta ushqimi. Jo të hajë ushqimi i cili atakon të ha hamburger ose diçka tjetër, por ka ushqim dietal, ka dietat posaçme që han sportistët, nëse s'din, vlerësisht le të vinë te ne, do t'i mësojmë. Ne kemi, unë për shembull personalisht posedoj disa dieta, të cilat i kum pas se kum qenë i detyruar, për shembull kur kum marr pjesë në për përgatitje përpara, edhe va kum prezantu kuzhinierëve çka duhet t'u japë lojtarëve. Edhe mbi të gjitha unë them
një sportist që të arrije pak kokën ma ullur, derisa ngrihet lartë, se shumë shpejt përishen këto lojtarët e ri. A konsultojnë futbollistët lidhur me këtë? Ka konsulte plot, kemi edhe angazhime të prindërve, të cilët disa herë, ndoshta ka pozitivitet, por më tepër mos vije puna themi ashtu negativitet kur mundohet me gjithë mënyrat e veta ta bëjë një fëmijë sportist. Unë them çdo prind duhet ta kuptojë ndihmo fëmijën të bëhet sportist, por jo mos ndikon në atë formën se patjetër fëmija im bëhet. Le fëmijën vetë ndikohet, të shofe edhe dikush se ky fëmija është për sport ose është një futbollist i mirë ose diçka tjetër. Jo me prindi tote unë da bëj djalin, po djali tote unë bëhen sportist i mirë. Po, mos e lavdëroj prindi se djali im është më i mirë. E tash atë ditën që thaje të deformitetet trupore, mbajtja e disa gjanave, krit këto elementet ndikon shumë, edhe këtu ne kemi atë bazën tonë që mund t'i konsultohen lirish kush don për sportistëve, ne nuk kemi persona që më shefemi, po jemi të hapur, vinë konsultohen me nese, zakonisht të këto grup moshat e reja, ndodhin ajo faza e pubertetit, ku kemi edhe çrregullime trupore, të me thonë, ku kemi ato shtrembim, skoliozat, kifozat, lordozat, që paraqiten ose të kambët, ka shumë gjana, e ti vlen pak cilësia jetës, ushqimi, gjanat, krit këto lidhen. Ju post jeni angazhuar në klubet sportive që i përmende se ku keni qenë, aktualisht jeni angazhuar edhe në shkollën e mesme të mjekësisë, si profesor dhe në Universitetin e Evropës Juglindore. Atë si mund të arrini gjithë këto angazhime, pasi nuk janë të pakta? Unë shpesh herë them atë fjalën, nëse merrem unë, jo se lavdroj vetin, por kam një energji atomike, bërthamore. Pse e them këtë? Do të thonë, orari im i punës është prej ora 6 gjys deri ora 10 mbrëmjes. Thoni ku 10 mbrëmjes nanë. Jo çdo ditë, por përveç këtive 3 institucioneve unë që punoj, në disa periudha javore unë kam punë edhe me pacienta privat. Më thonë, presioni jonë është shumë efektiv të raste e paralizave. Edhe duhet këtë vëndhi nga zoti, ashtu? Po, duhet dish mirë të bëjsh punën, por me këto të paralizum që kanë sulme në trumë, këto faza e fundit është pikrisht e jona që ne i ngrejmë këto në kam. Më thonë, ati punohet 1 orë me një rast, 1 orë e gjys, më thonë, mbaj edhe raste tilla. E tash përmendet ku e gjemi kohën. Nëse njeriu kërkon, për shembull, të angazhohet ose të punoje, Zoti ta jep edhe kohën maksimale. Çka do të thotë kjo? Nëse ke dëshirë të bësh, a nëse s'ke dëshirë, edhe në jetin e mirë nëse ke gjithmonë ka kohë ashtu. Unë programin tim të punës e përgatitin këtë formë. Do me thonë, paraprakisht njerë i falenderoj edhe Shtulin edhe shkollën e mesme të mjekësisë, to që na bëjnë oraret, unë e marr parasysh në orarin e klubit. Pyes trenerin kur i ka stërvitjet. Pastaj bëj programin e orëve në shkollë, ku mendimin e ative profesorëve të cilët e përgatitin orarin, ma bëjnë orarin mos të më pengoje në stërvitje, a Shtulja është i treti, do të thonë që jam i angazhuar si part-time, edhe ati kemi një mirë kuptim me dekanën, e cila më thot mu, atë hapësiren që e ketë lirë, ati do t'i vëndojmë orët për të ligjëru edhe për ushtrime në Shtull. Do të thonë, 3 bazat, por tash të njëherë ndodhë që të atakohen, e tash unë e shoh të arsishme, a të rinë stërvitja po të shkoj shkollë. Me mirë kuptim, kur është ndeshja në klub, atëherë mu shkolla gjej ose një zëvendësues edhe më liron ose Shtuli. Po sa janë të interesuar nxënësit, por edhe studentët për profesionin fizioterapi? Këtë du të potencoj Shavan edhe, unë vjetë pata një konferencë që ishëm organizatori fizioterapisë, do më thonë të Universiteti Shtulit, patë kënë ndërkombëtar, ku patë mbi 300 pjesëmarrës, profesionista, studentë edhe të Kosovës, Shqipërisë, patë prezentues ndërkombëtar, të Rumunijës, patë me tjere. Fizioterapin, këtë du të kuptoj opinioni se në vitet e 90 e pruna une edhe Abdurrahim Thaçi. Këtë djetë. Ka qenë edhe një Maqedone. 3 veta jemi ne dojajenët e fizioterapisë. Do thonë flasë për vitet e 90 kur sa ditë çka është fizioterapia. Atëherë ne erdhëm, ne shkum në studime në Sarajev, morëm rrugën ashtu spontane, shkojmë studiojmë Sarajev, kishim dëshirë, me peripetit tona,
edhe atje na pëlqef fizioterapia edhe u regjistrum. Kur u kthim Maqedoninë si student, do thonë si diplomum, Maqedoni nuk e njifte askush fizioterapin, sidomos Tetov. Do thonë ishim ne dy edhe një Maqedone. Tash ka plot. Por këshilla ime e fundit për këto që vinë tash gjeneratat, fizioterapeutët, nxënësit, më tepër për studentët tash se jo të diplomojnë, por të studiojnë. Edhe fizioterapia është një shkencë e cila nuk ka fund. Përderisa une, mbas studimeve të Sarajevës që i kam kryer në fillim, me Abdurrahim Thaqin, pastaj shkum Prishtinë, bam dhe studime tjera, edhe më në fund, do të thonë jam me master të dilëmit, neurorehabilitimin edhe mjekësinë kineze tradicionale, që se din do shta dukush se jam unë këtune, bashkë me Besartin e kemi, do të thonë mjekësinë tradicionale kineze që askush se ka këtë diplomim, kishum pas dëshirë që shumë gjenerata edhe më tepër do me thonë ta zgjerojnë cilësinë e fizioterapia. Po sa është interesimi i gjeneratave? Shumë. Sidomos tash në shtull arrit, mjaft, cilësia, do me thonë arrit numri i studentëve. Atëherë, si e përjeton familja jote mungesën tuaj, pothuajse 24 orë jeni larg tyre? Nuk jemi larg, Shaban. Ne jemi këtu afër, edhe veprimi im është, do me thonë, në formë rrotulluese. Nuk je larg, por gjithmonë me angazhim. Me angazhime, po, do me thonë, shkoj kthehem, mu më kuptojnë familja shumë me ire dhe une jam në atë, do me thonë, periudhën kohore ku kam shumë, do me thonë, karrierë cilësore dhe kërkon populli pak prej meje, edhe studentët kërkojnë të jap atë dijen time, inshallah ta marrin, edhe studentët, edhe nxënësit, por edhe kontributit e sportistët është i patjetërsueshëm. Përmendet shumë klube, shkollën e mesme, Universitetin e Evropës Juglindore. Atëherë, sa jeni vlerësuar për djersën tuaj të derdhur, për angazhimin tuaj në për klube me sportistë të shumt, sa jeni vlerësuar nga këto institucione? Nga institucione, pasi edhe klubi është një institucion në vete. Misha, ndë filloj atër me radhë, unë medicinë jam, do me thonë, spaku një 35 vjetë që punoj të ati. Në arsim, jam edhe këtë tash më vije puna se u lavdrova shumë, por kemi dëshmi edhe fakte. Unë Naser Durmishi, i cili janë ligjërues, ishte dekani i fakultetit të departamentit mjekësisë në Shtull, edhe Abdurrahim Thaçi, ne tre jemi themeluesit e tegës fizioterapisë në Shtull. Do me thonë, ne kur tje se kohat vindo, shta gjenerata mbas neve, ne jemi ato që e themeluam këtë katedër. Tash ngelimi ati. Do me thonë, kemi falenderime, kemi pat edhe lëvdata mirënjohje prej rektorit, zotëri Abdulmenaf Bexhetit, i cili ishte edhe kryetari i klubit. Po, me klubet sportive? Me klubet sportive, deri tash ne patëm një iniciativë për disa persona eminente, të cilët kanë kontribu, do thonë, pas periudhës kur e ka marrë ekologu, dhanë disa dhurata, te klubi i Shkëndijës, deri sot une, do me thonë, 20 vjetë që kam ba pesh, te ki klub, që ato medale që i kanë marrë lojtarët, na i dhanë edhe neve, këto institucionet shtetërore që i ki marrën, po, ma pre klubit asgja. Pre klubit asgja. A shpresoni se një ditë Shkëndija, po, Shkëndija si klub ka pat ndryshime shumë, zotëri Shabani. Edhe, të them drejtën, unë kum pat momente të dhimbjes me klubin, sidomos kur ram prej ligës atëherë, kur e hupëm kupën. Batica të shumë të ka pas. Kemi pat periudha ku kemi ndit me muaj pa roga. Unë, të them drejtën, një periudhë kohore, një vjet e gjysë, pata një mos marrëveshje me kryesinë e klubit, u largova, pastaj më thirrën prap. Por, mbi të gjitha, dëshira jonë, edhe tash nëse më pyet dikush, cila punë më tepër dhimbset, unë them punat e klubi. Ka një lidhshmëri të madhe. Fadil, flasim mbi 35 minuta. Atëherë në thuj, mos vallë kemi haruar që pyesim diçka që opinioni më i gjerë duhet të dije për angazhimet tuaja. Asgjë tjetër, unë dua vetëm pas neve të vinë gjenerata më të mira, inshallah, edhe të sportit, do me thonë, futbollistëve të cilët
ndihmojnë, kontribuojnë te klubi i Shkëndijës, mos vije puna ne të thrasim lojtarë të jashtëm, por ne duhet jo se kritikojmë bazën ta kemi këtu. Bazën punohet më tepër te shkolla e futbollit, te trit, na vinë lojtarë të mirë, cilësor të vendas, jo të marrim të huaj, t'i paguajmë më shtrejt, edhe nga ana jonë, do të thonë ne si staf mjekësor presim gjeneratat që ne kur të largohemi të vinë më cilësor te profesioni jonë. Dhe për në fund, ashtu si që do rendi, cila është porosia e magjistrit të fizioterapisë, Fadil Rustemi, drejtuar gjeneratave të reja të cilët pretendojnë në të ardhmen të jenë në profesionin e fizioterapeutit, por edhe sportist të vjeshëm. Ne themi atë fjalën punë atë ditë që të shohim pakës dritë, mu ta imitoj ndonjë poet ose ndonjë shkrimtar. Mbi të gjitha tetova, unë te kthehem pak shavan, te ajo periudha e parë, kur u angazhova në volebol, tetova kishe 5 klube të volebolit atëherë. Tash kanë fillu pak, por nuk kanë shëja cilësia. 7 klube ka pas. 7 që banë mirë, në Plocove, së unë edhe Dianët, Leshka ishe edhe Jugohromi, edhe këtu 5. Klubet futbolistike janë këto më të voglit, por Shkëndija është me peshë madhe. Cekom atë është simbol i futbolit shqiptar këtu në Maqedoninë. Derisa është një gjigant, une me plot kuptimin e fjales edhe me vullnet do të kështu thënë shumë trive të angazhohen, të vinë të klubi jonë, ato që mendojnë si janë talenta, edhe këto stafi trenerëve të punojnë me gjeneratat e reja, që të na binë lojtarë cilësor, do të thonë që të arrijë Shkëndija të mbeten atë. Dhe disat nga ata të merren me profesionin tuaj, me fizioterapi. Po, ka raste që është edhe sportist, edhe fizioterapeut. Kemi të tillë, por fizioterapia prap dalomat si pjesë e veçantë edhe sportistin si pjesë e veçantë. Në aspektin profesional të drejtimit ton, unë sugjeroj për studentët e mi edhe për nxënësit e mi të cilët do të na ndjekin, puna jonë është punë profesionale, është punë manuele. Fizioterapeuti vlerësohet me duart e veta. Pse e them këtë? Tash teknologjia ka arrit shumë që ato rrimat që janë zbulu dhe zbulohen, aparatura, por aparatura ose roboti nuk mund të jenë teren të shpëtojë lojtarin, ose të bëjë një intervenim diçka, ose t'ja përgatitë atë kamën lojtarit për të luajtur, se ne kemi shumë gjana që varen lojtarët prej neve në momente të caktuara. Që do të thotë, më tepër angazhime, ju kishum sugjeru studime edhe jashtë vizita seminareve, ka kongrese, ka kurse, sa më tepër që ta ringjallim edhe ta zgjerojmë fizioterapinë. Dhe ta fshohen në nivelin më të lartë. Ta zgjerojmë fizioterapinë sa më mirë. Atëherë mua më mbetet që në emër të televizionit Koha dhe në emrin tim personal që ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Faleminderit Shaban. Unë edhe diçka, do të thonë, mos vije puna se shtoj zboj, legjendat e sportit dhe legjendat në sport do ta shtoj këtë pjesën, Shaban, nëse mundet. Një ndër ata jeni edhe ju, legjendat në sport. Po, që ku marr pjesë. Faleminderit Shaban. Faleminderit. Ndërsa ju teleshikues të nderuar deri në emisionin e radhës të emisionit javor me legjendat e sportit, natën e mirë dhe mirupafshim.